Anketa më e fundit e forcave të punës e publikuar dje nga Instituti i Statistikave, e cila faktikisht provon atë që ne kemi argumentuar disa ditë më parë lidhur me numrin e rritur ndjeshëm të punësuarve të cilët figurojnë në librin e llogarive të sigurimeve shoqërore. Sigurisht që janë dy rrugë të ndryshme që në këtë rast çojnë në të njëjtin drejtim. Në drejtimin e konfirmimit faktik plotësisht verifikueshëm në shifra dhe kthjellësisht të lexueshëm në librat e llogarive të këtij shteti se ka një rritje të punësimit që lidhet drejt për drejt me lëvizje në drejtimin e duhur nga njëra anë të ndërtimit të një modeli të ri ekonomik dhe nga ana tjetër të luftës kundër skllavërisë, kuptuar skllavëria si punësim në të zezë. Por ajo që anketa 3 mujore e forcave të punës e publikuar dje nga Instituti i Statistikave tregon qartësisht, bazuar në shifra krejtësisht të verifikueshme, është se krahasuar me 3 mujorin e tretë të vitit 2013, shkalla e punësimit është rritur me 3.7%. Shkalla e pjesëmarrjes në forcat e punës është rritur me 4.8% dhe shkalla e papunësisë ka pësuar një rënje të lehtë, por tek shkalla e papunësisë duhet jemi të qartë se flasim për matjen e forcave të regjistruara si të gatshme për punë.